Në kuadër të festës së 7 marsit në qytetin e Shkodrës u organizua panajiri mirënjohjes dhe një aktivitet artistik në bashkëpunim me Qendrën Kulturore të Fëmijëve Kujtim Malia në nder të mësuesve që kanë kontribuar ndër vite në institucionet arsimore. Shkollat e qytetit përgatiten stenda të posaçme për të prezantuar figurat e mësuesve që kanë lënë gjurmë në edukimin e brezave. Drejtoria e Zyrës Vendore të Arsimit në Shkodër, Brisela Kadia, vlerësoi rolin e rëndësishëm të mësuesve, por edhe të prindërve në edukimin dhe formimin e brezave. Shumë prej tyre shpesh janë vlerësuar nga shkollat e tyre. Vit mas viti janë promovuar punët e mira që kanë bërë dhe kjo është një dëshmi e pastër dhe e qartë e punës që ka mësuesi. Në këtë sallë kemi mësues që kanë vite të tëra kontribut në arsim dhe në duart e tyre kanë kaluar breza të tërë nxënësish që sot vazhdojnë të kontribuojnë në Shqipëri, po edhe përtej saj, në shumë fusha dhe në shumë veprimtari. Janë kolekt mësues që kemi këtu, me të cilët të qenët të barabartë në titull, na ngarkon me shumë përgjegjësi. Përgjegjësi për të rritur nivelin e seriozitetit në punë, profesionalizmit, si dhe për të trashëguar këtë traditë edhe te breza që vinë pas. Të dashur kolegë, prindër dhe nxënës. Asnjë mision nuk është i lehtë dhe nuk mund të jetë i suksesshëm nëse ne na mungon bashkëpunimi. Nëse mungon bashkëpunimi i këndeve të atij trekëndshit, shkollë, familje dhe nxënës. Ky aktivitet i kthyer në traditë u zhvillua si një vlerësim publik për figurën e mësuesit dhe për misionin e tij fisnik në formimin dhe edukimin e brezave të rinj.